Jemi bashkë në blokun e parë të programit. Konspiracionisti Arjan Islamniku është intervistuar nga policia e Kosovës pas raportimit të mbrëmshëm të emisionit Ke Kosova, ndërkohë që intervistimi i tij lidhet me pretendimet e tij se shëron të autizmit fëmijët, ndonse nuk është mjek. Rasti ka shkaktuar reagime të forta publike, veçanërisht pas dyshimeve dhe fakteve që në fakt Ke Kosova ka prezantuar nga komunikime me prindër të këtyre fëmijëve, që të njëjtëve u janë dhënë barna që përdoren për kafsh. A kemi dështim institucional kur persona pa licencë arrin të veprojnë lirshëm? Flasim bashkë në këtë blok të parë me një panel ftuarish, natyrisht pashmangshëm. Pjesë e panelit është Fiorentina Hoti, gazetarja e cila ka hulumtuar këtë çështje tash 2 muaj. Në realitet për kronika vetëm brëm është bërë publike për faktin se është dashur të mblidhen gjitha provat dhe dëshmitë. Mirë se vjen Fiorentin, përgëzime për punën. Faleminderit shumë. Doktori Samir Xhepi është këtu, kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit shumë. Dhe natyrisht e donim një veterinar pranishëm në panel dhe Dardan Prozhegu i është përgjigjur ftesës. Faleminderit shumë Dardan që je këtu. Asi. Por do të ishte interesant që këtë çështje ta filloj me ju, zonja Fiorentina. Mund na tregoni realisht se për çfarë po bëhet fjalë, çfarë premtimesh janë dhënë, kundrejt çfarë pagesash dhe gjithashtu çfarë medikamente të dyshuara janë përdorur gjatë këtij procesi? Po pra, kemi të bëjmë me gjana të dyshimta në momentin që fillon edhe i lexon vetëse statuset e Arjan Islamnikut. Pikëpare e qunë sëmundja autizmin dhe thotë se shëron, ndërkohë që ne e dimë që autizmi është rregullim dhe ndërkohë trajtohet. Ai pra në këmbim të mira eurove, siç ka thënë edhe ai 1500 deri në 4000 euro, po ju premton prindërve të fëmijëve autik se kom ja ushëru fëmijën prej autizmit, ndërkohë që ne, siç e cekëm edhe më herët, ka 2 muaj që jemi duke hulumtu për shkak se për me i bashku në ashtë autokrit pikat dhe me dalë në fund të rezultatit, ishte e pashmangshme që me pas në dorë protokollin cilin po jo u jep prindërve për me përdor fëmijat. Krijimi të protokolli është një protokoll shablon i cili përmban disa barna, minerale dhe disa këshilla të tjera. Pra, duke ditë se sa komplekse dhe veçantë është rasti secilit fëmijë, këtë rast edhe autik, ai me një protokoll shablon, domethënë Pra, s'ka lidhje diagnoza, protokolli është i njëjtë. Çka është interesante është që vetëm prindërit shkojnë në konsulenca që i qunë ai, nuk ka nevojë as fëmin me e pas. Momentin që ti i tregon simptomat e një fëmijë autik, ai thotë që po, fëmija jot ka parazit në tru dhe në trup. Pa e pa fare. Asnjëherë nuk është domosdoshme, bile se dhe ai insiston që mos me e pas me vete. Pastaj, domethënë kemi të bëjmë kur kemi marrë protokollin, gjatë që kanë dyshu dhe prind, patjetër që ne i kemi vërtetu deri në fund, janë 2 barna që janë barna të kafshëve që përdoren prej veterinarëve, e kemi këto dhe në studio. Pra, barra për parazit që përdoren të kafshën të rast. Ai pretendon që autizmi shëron duke i nxjerrë parazitët jashtë trupit me jashtëqitje dhe gjana të tjera tek fëmijët. Po, realisht, përpara se dalim tek barna dhe medikamentet që i ka përdorur zotri Islamniku, do të na interesonte të dim, doktor, në këndvështrimin tuaj si mjek i shëndetit mendor realisht, si klasifikojmë autizmin dhe në qoftë se ka ndonjë bar i cili e shëron atë? Në botë ka shumë hulumtime cilat po bëhen për trajtimin. Thjesht nuk është plotësisht e qartë edhe vetë etiologjia e smundjes, mandej është një spektër i autizmit, është një çrregullim, nuk mund me fol për një smundje caktume, edhe çka është shumë me rëndësi, jo të gjithë fëmijët manifestojnë njëjtën simptomatologjitë e autizmit, për ato edhe bëhet ai spektri i autizmit. Po mjerisht, një ditë përpara në televizion e pash një zonjë, e cila ishtë dikon, po mduket jeton në Gjermani, kishë zyre në Suedin, Zvicër, edhe në Prishtin, ajo kisha në përfundim se autizmi është infekcion bakterial. Pra, edhe një tjetër deklarim të tillë kemi pas. Një ditë përpara ishë se mes tjerash e shëronte edhe autizmin edhe gjitha këto janë smundje cilat janë shkaktu prej mikrobeve. Edhe nuk muj me thonë për asnjë smundje derisa nuk izolohet një mikrob ose një virus ose një shkaktar i një smundje nëse është infekcios ose nëse bartët prej një personi të tjetri. Këtu është pak problem edhe të mediat, se duke dëshiru që ta japim një lajm shumë shpejt dhe kem një ekskluzivitet, shpeshar intervistohen edhe persona që
janë deluziv, kanë ide deluzive, kanë ide të marra, edhe ata janë ose zbulus, ose pres, ose të delegum zotit për një fe tre, pa u verifiku gjitha këto gjëra, veç po dalin në media edhe atëherë duhet me e kuptu se njerëzit që e kanë një fëmijë autist, ata dëshirojnë kapën edhe për një kasht për me shpëtu. Se është një ndjenë shumë e fuqishme e të prind, edhe kjo i sjell masandej ta provoj edhe këtë, e mjerisht. Pra, autizmi nuk shërohet, as nuk është smundje. Deri tash nuk ka naj shërim. Qka është shumë me rëndësi, ka të autizmi kur janë fazat, kur janë ma ta gjitume, ka nevoj me i qetësue, ato janë procedura tjera, por me thonë se shërohet një autizm, atëherë me siguri ata Dhe qëfa lidhje kanë parazitët, doktor, me autizmin? Qëfa lidhje kanë? Është me rëndësi parët. Si ka ardhur deri te ky konkludim që... Është me rëndësi parët? Parët, po. Ska lidhje mes autizmit dhe parazitët? Edhe ilaqeve antiparazitare që përdorën të shtas, që lidhje mon me... Ata dëgjojmë Ardani në fakt... Lidhje me këtë të fundit, sa i përket pareve, në një kalkulim thjesht, me këto barna që janë dhonë si pas protokollit, sa kushtoj këto? Që jo shfitimi është me atë shumën maksimale është 200.000%. Dhe më thonë, është 200.000% fitim. Që ashtë lirë kushtojnë këto barna që ju ka njapë, edhe që nuk janë për kafsh. Se sa kushtojnë këto barna që shqit derin 4.000 euro? Po, kanë mujtë komplet mi kushtu 2-3 euro personi që ja ka japë këtina tabletat, se këtë nuk ipen sasit madhe, jënë përdorë për fëmi, ne ato i kalkulojmë bast peshës kafshës që ja japim, kryesisht përdorën prej macë dhe dejt e ljopt. Pra deri te lopët përdoret ky barë që është për fëmijëve. Bast peshës, po përbamja si përbamja mund me qenë ngjajshme për problemet e ndryshme probleme ndryshme parazitare. Nuk ka lidhje smundja asgjë me parazit. Dhe si ka mundësi që të njëjtat, pra nëse thoni përdorën në bazë të peshës, këto janë përdorë të njëjtin protokoll si sta Fiorentina, pra nuk është këqyr pesha. Çfarë mund ndodh nëse asnjë bari i cili nuk është i shënum për njerëz nuk bën mu përdorë. Pavarësisht dëshirës për me bo diçka, ajo është test i pamiratuar. Do me thonë, është një përdorim pamiratim nga fabrika cila i prodhon ato. Çdo produkt shkruan nëse është për kafshë ose është për njerëz. Shumica produkte, të gjitha produkte që janë për kafshë shkruan nuk janë për përdorim human. Do me thonë, kjo është i pari keq përdorim. Edhe po të marrësh një ka ardha i deri te ato. Do me thonë, ato barna shiten vetëm të veterinerët ose prej veterinerëve të klienti i cili ka kafshë. Do me thonë, edhe bleja atyre ka qenë një keq përdorim. A ka shkuar Fiorentina prindrit i blenë këto vetë, apo Slamniku a ka siguruar barna dhe u ka dhënë? Zakonisht Slamniku ju ka siguru, për shkak se kom pas një bisedë me një prinde shumë të shqetësume, edhe ajo tha që e ka dhe një faraftësie të manipulimit që me të binë, tha, kërë më konë atë, unë isha shumë e sigur që fëmija janë për një memre në 4 muje ka me ushëru, që ashtu qysh se i ka... A ju ka kërkuar ndonjë analizë, fecesi, apo diçka për të konstatuar fillimisht se kanë parazit fëmijët? Lese po është që tani më në media po thotë që unë jap vetëm sugjerime, mirë po ti bart pasoja për sugjerime që jap. Ti e keni protokoll, në protokoll është edhe dheu vulkanik që ky e sugjeron dhe mineralet e tjera, kur kërkuva për dheu vulkanik ke një diçka që e bën një tokë më të begat, do me thonë me gjana të tilla, në ndërkohë që ky po e përdor kishte bashkëri. Po toka bëhet më e begat. Fertilizues për toka, pra pleverues për toka. Dhe vulkanik. Dhe është, pra, tokat vllarinke janë zakonisht më shumë më të tallshme, por çka ka lidhje këtu me shëndetin. Po, që përdoret edhe për lulet, që më bu ma të bukra, dhe gjithka tjetër më thonë për... Dhe ju ka sugjeruar edhe kjo për fëmijë. Është pjesë e protokollit që kjo ju sugjeron prindërve që me... Mirë, a ta shojmë një pjesë të kronikës Fiorentinës në kuadër pra të emision Kik Kosova, emision që është transmetuar mbrëm me gjeni në YouTube, por disa copëza të kësaj kemi shkëputur tani për t'i parë dhe më pas kthehemi e diskutojmë. Autizmi nuk ka shpëtim, po u përball me mua. Me një fjali të tillë, konspiracionisti Arjanit Slamniku po mban në grosht shpresën e shumë prindërve, duke u zotuar se shëron autizmin. Slamniku ka hapur një zyrë konsulence në Gjilan, ku po takohet me prindër e po ju premton rezultate të cilët nuk i kanë dalë në krye as mjekësia botërore.
Autizmin i cili është rregullim neurobiologjik dhe nuk kërkon shërim por trajtim, nëpërmjet rrjeteve sociale, Arjanit Slamniku po ngre alarm se po e shëron, duke larguar parazitët nga trupi e truri i kryesisht fëmijëve. Përmes disa bisedave që ka siguruar Kiks Kosova, Slamniku po u merr deri në 4.000 euro prindërve halexhin që trokasin në për secilën derë që u premton përmirësim në gjendjen e fëmijës së tyre. Çfarë janë, a janë të kushtueshme? Nga 1.500 deri në 4.000, varet prej rastit. Kiks Kosova ka siguruar edhe protokolin shablon të trajtimit që Arjanit Slamniku u aservon prindërve që paguajnë deri në 4.000 euro. Ai protokoll përmban emra barnash të dyshimta, të cilat sipas disa hulumtimeve përdoren nga veterinarët për kafsh. Reklamimi i rezultateve që premton konspiracionisti Slamniku nëpër internet ka shqetësuar një grup prindërish që ndajnë të njëjtin hall. Përmes burimeve, Kiks Kosova ka siguruar rrëfimin e një nëne të shqetësuar që vetë se kishte qenë tek Slamniku për konsult. Në mënyrë anonime, ajo kishte thënë se kur zbuloi se kjo terapi përdorej për kafsh, shqetësimi ishte tepër i madh për të. Sa i përket këtij personi, unë nuk ju kisha thonë me shku se nuk ja vlen. Arsyeja e parë është se ai nuk është doktor edhe as vetë nuk e di saktë çka është. Unë e kam pas vajzën te ai veç për konsult edhe i ka bën një test tillë që e bën edhe Visal Sadiku e që edhe ju mundeni me gjetë në internet. Më tha se ka shumë parazit në trup edhe në tru. Pa ajo që unë po du më ju thonë juve është se protokolli i tij është shumë i dyshimt. Terapi që i ka jap janë kanë për kafsh. Prandaj edhe unë nuk i kam besu edhe nuk ju kisha rekomanduar as juve me i besu. Konsulta u kam falas, mirë po nëse ju vendosni edhe doni me shku, mos i merrni fëmijët me veti. Mundeni me shku, veç me bisedu edhe me ja shpjegu situatën, po mos siguroni se ai mundet me bë diçka konkrete. E kam fjalën për Arjanit Slamnikun. Pra, pam një pjesë të rëndësishme të këtij dokumentari dhe këtij hulumtimi që keni bërë, pjesë e terapisë ishin edhe 2 tjera barna, të cilat në fakt nuk patën as emërtim, dukeshin diçka që mund të ketë një substancë që nuk e dim për momentin, megjithatë. Një nën që ma ka dërguar fotografinë tha që gjatë kohës sa ne ishim duke bisedu dhe duke na sqaruar këtë procesin, tha që i ka pas diçka të ngjitur mirë për me dorë, ty ful me neve, tha e largoi edhe kur na ka dhënë komplet të bardha dhe i ka paraqitur sikur disa minerale. Domethënë prind janë konfuz prej aty. Mirë po ajo shpresa normal të çon me trokit në për secilën derë. Mirë po tha që në momentin që erdhëm në shtëpi dhe fillova me i bu hulumtimet e pash kur gjë nuk është e njëjtë sikurse qysh se ja u ka premtu Arjanit Slamniku dhe në këtë mënyrë kanë vendosur që me i kthy barna dhe mos me i përdor për fëmijën e tyre dhe në ndërkohë ka vendosur që edhe të tjerët me u mundu me i alarmu që mos me ra preje mashtrimit të Arjanit Slamnikut në këtë rast. Dhe ky reklamonte punën apo aftësinë e tij në rrjetet sociale, është vlerëshëm. Po të dhe fjalin, thotë që autizmi nuk mundet më u përballë me mua. Ky e ka videon ku djebile se e ka publiku, thotë që për 4 vite nuk ka me pas fëmijë shqiptar autik më, sepse ka me shëru të gjithë. Doktor? Jam të e prit prej Stockholmit me në arë një edicion i veçantë i shpërblimit Nobelit, se kjo është një zbulim që i ka me shpëtu të rëbotë. Janë duke u bërë shumë studime. Asë një ilaç nuk përdorët pa një periudhë testimit. Mandej nuk flitet për një etiologji saktume që mund me u përcaktua dhe varësisht prej etiologjisë me qenë edhe trajtimi. Gjitha këto, është mundu bota me gjetë një zgjidhje, po që për fatë mirë e kem gjetë zgjidhje në Gjilan. Në Gjilan është prej parazitve, ndërsa... Nuk ka nevojë me pas asnjë lloj licencë, domethënë, doktor, këtu nuk ka dallim nëse ne duam me lutë në psikiatrët. Kjo është një krim që po ndodh në shoqërinë tonë. Thjesht, askush nuk e merr përgjegjësinë për me mbrojtë këtë popull, për me mbrojtë këtë popullat. Kujt çka i tekët fillon me mjekua dhe me trajtu. Edhe del publikisht në Facebook, edhe askush nuk merr një iniciativë për me vërtetu diçka ose me i ndjek mashtruesit.
Kjo është pa përgjegjësi e plotë e gjitha institucioneve në gjitha nivellet. Dok Dardan, kemi dhe doktorin në njerëzë dhe të kafshë këto, jo e pat edhe njerë fotografit, arritemi identifiku që ato tableta? Jam produkte që përdoren për edhe kafshë. më pëlqej fakti se me njëherë dole përveç efektit edhe të shmimi. Kësha pas shef me elaboru së të, qëfar kanë ato tableta? Realisht, këto që shfaqen gjatë? Janë produkte antiparazitare. Disa tableta janë specifike për krimba, mirë për produkte tjera. Një tjetër emërtim është për spektër më të gjonë parazitve, edhe lëkuror, edhe të brendshme, dhe më thonë, pak spektrin më të gjonë të parazitve e targeton. Dhe qëfar përmbajtje kanë ato realisht? Antiparazitare, dhe më thonë, komplet janë antiparazitare, po e kanë edhe targetin. Disa janë spektër më të gjonë, disa janë spektër më të ngusht, shumit, asë njona për këtyre nuk janë në skemen e përdorimit të zakonshëm antiparazitar të fëmijët të njerëzit. Po që ka për efektet ansore, dok njona prej nanave, janë neurologjike për efektet ansore. Neurologjike. Janë neurologjike. Ka filluar pas edhe rrëmje të flokëve. Pavarësisht ajo nuk pranoj me full para kamere, do më thonë, ka qenë momenti kër ajo i ka ndalë barna dhe është shqetësu. Deri aty ka qenë e bindun që... Sa gjatë i kanë marrë të barna, se edhe kjo është një pyetje që duhet bërë. Për sa gjatë i kanë marrë? Do më thonë, ti e banë trajtimi ke den 4 muaj, po këto barnat kemë për 2 javë. 2 javë ato antiparazitare. Ilaqet parazitare merren 3 ditë, 5 ditë, sa di unë. Kjo pati me i marë fëmijë 2 ditë pushim, si pas protokollit. Është kohë Te kafshët a duhet ka gjatë merren? Jo, nuk duhet ka gjatë. Do më thonë shkon me seanca për shkak toksicitetit madh që e kanë këto. Pra, veç pak, dok. Janë shumë të rona për organizëm dhe dënë doza me qenë saktë. Pra, ideja është, jo njerë jep një parazitët, pastaj do të marrë kafsha në kontrol për me vazhdu dhanja 2 doza. Tjetër, asë një trajtim nuk bëhet pa kafshën. Lopa nuk në marrë në klinik, shkon veterineri. Kafshët e vogla vinë klinik. Edhe trajtohen klinik, ose apo të bëtë analizave cistit ndër tjera. Nëse ka nevoj për me pa, a ka nevoj mu zgjatë trajtimi. Është një protokoll që mund bëhet trajtimi i shkurt për me pas rezultatin. Nëse rezultat nuk ka matë protokoll shkurt, atëherë bëhet analiza dhe vazhdojt matutje dhe për disa ditë tjetër. Dhe si ka ardhë kjo ide që të përdor? Po duke u këthy pak si sërinë e Covidit njerëz kanë kërku shërim me këtë ilaqin vermektin edhe për Covid. Në më thonë kjo të disa thuhet që ka japë rezultat, është një ilaq edhe të kafshët e rrit pak imunitetin. Përveç këtij trajtimi që bëhet antiparazitar, pak e rrit imunitetin. Edhe tu pas parasysh këtë informacion, këta kanë tentu me përdorë të njerëzit, por nuk e di që ka qenë ilaq mrekulli bërës. Po ndodhë tek fëmijët për shkak të vaksinave, po. Po lidhen. I ka lidhë shumë. Po sa niku ka thënë se dhe tek fëmijët rom nuk ka sindrom Down. Për shkak se thotë nuk i kanë marrë vaksinat. Si pas ti, nuk besoj që... përveç që dalim në paragjykime dhe gjithë shka tjetër më tutje nga kjo deklaratë e tina. Po dhe një çështje interesant, unë dëgjova një deklaratë Arjan Islamnikut, tha, a keni pa tha njëherë fëmijë të komunitetit rom a shkalje tjerë me sindrom Down apo autik? Kjo ke një pyetje që aja shtonte, duke dashur me ndërlidhë se si pasojë mos vaksinimit, mos trajtimeve të cilat i kanë praktikat normale mjekësore për fëmijët e vegjël, janë më të shëndetshëm dok. Edhe këtë dua të ndalemi. Kjo është një krim tjetër i cili po ndodh në një propagandë kundër vaksinimit. Kjo është thjesht një krim. Ka plot hulumtime të cilat janë bërë për vaksinim, por asnjë nuk ka vërtetu se vakcinat po shkaktojnë smundje, posaçërisht vaksinimi i obligueshëm që është e fëmijët. I njëjti, pra Arjan Islamniku, po e nisi ashtu edhe që ka nisë postimin e tij të fundit, para 4 orësh, i njëjti milat jemi. Në 2021, kur të gjithë po pritnin rendin për vaksinim në radhë, ndola dhe protestova në emër të ruajtjes së shëndetit të gjithëve nga vaksinat e patestuara. Edhe këto ditë, si dikur më 2021, u quajta me fjalët më të rënda për heshta dhe prita derisa presja filluan të shtohen zërat që kanë gabuar se janë vaksinuar. Do me thonë, të gjithë ata që më kanë shruar në mbështetje dhe për kraje morale, i falenderoj pa mas derisa të vaksinuarve me 2021, ju them se nejse, këto nuk e paska cekë çështjen e sotit, po flet për vaksinat e patestuara, po flet për vaksinat, sepse kontradikta që ndron këto, po flet për vaksinat e patestuara që i kemi marrë ne, ndërkohë që jep medikamente të cilat nuk janë të testuara dhe të prodhuara për njerëz. Dhe më tutje quan sugjerime mjekësore.
Pra, është përgjithësia që bartë Kush guxon të jep sugjerime mjekësore, doktora? Më falë. e ka pasur sot në fakt një prononcim për Index Online, ne ta shohim bashkë se si përgjigjet. Unë e di që Fiorentina sot ka qenë në Gjilan. Besoj që pak në sekuencat të shkurta mund të thuash, a e ka vazhdu punën, çfarë thoshte? Patjetër që unë kam vazhdu me emisionin i cili sonte do transmetohet i plot në ora 19 në Keks Kosova. Pra sonte është pjesa e dytë e ulëmtimit. Po, ka bëj me institucionet për shkak se mbrëm për fat të mirë, që rrallë herë ndodh, institucionet kanë filluar me reagu qysh mbrëm pas transmetimit, dhe ne patjetër që deshëm me pa se çka po ndodh. Ne ishim edhe një herë në Gjilan, aty në zyrën e tij ku herën e kaluar nuk na ka prit. Ishim dhe unë isha shumë e sigurt, u mundoisha me menu vende ku muj me gjetë përveç aty, mirë po ai kishte vazhdu punën i qetë dhe nuk dishte me u prononcu, mirë po tha që mos ma merr shumë kohën për shkak se e kam pacientin brenda. Pacientin i referohet. Po, tha po mprit, domethënë dhe tha që për institucioneve ende nuk kam diçka, nuk është e pranoj faktin që ka qenë një intervistim, sipas burimeve tona ka qenë një intervistim prej policisë. Po, është të konfirmuar se kam folur edhe me zëdhënësin e policisë rajonit Gjilanit. Po, mirë po, ne patjetër që kemi marrë konfirmimin edhe prej kryeprokurorit të Gjilanit, i cili thotë që hetimet kanë fillu dhe më tutje kanë me vazhdu me procedurat e nevojshme sipas tyre dhe janë në koordinim të plot me policin. Ne më thonë drejtën jemi shumë me shpresë që ky rast ka me vazhdu tutje. Ne nuk kemi me krytzu askënd, mirë po ky vendim tashmë i takon institucioneve gjithë. Por sipas e ka faktet mjaftueshme që njëjtit të mbahen në ndalim? Po, edhe sipas ligjit, bile se kështu e lexuar një nën i cili, domethënë, sipas gjanave që ne kemi publikuar dhe ekzistojnë, ky tashmë nuk ish dashme që një lirë. Pra do duhet arrestohej. Duke e vazhdu, domethënë kreti qetë, veprimtarinë e tij, kreti qetë, domethënë ke me një buzëqeshje na priti pavarësisht që nuk dishte me dhon deklarimin e tij për shkak se herën e kaluar, siç e thash, ne kemi qenë dhe jemi mundu me marr, me ia dhon hapësirën e tij të paktën për sqarim për akuzat që rëndojnë mbi të. Mirë po ai ka vendosur me hyrë në live në Facebook, qysh para disa ditësh dhe pra sa ke qenë si aty ai ka hyrë live në Facebook dhe çfarë ka thënë aty? Aty filloj me akuza kundrejt me si gazetare, kundrejt emisionit dhe madje dhe kundrejt komplet televizionit. Domethënë, ai pretendoi që ne jemi duke bërë diçka tendencioze ndaj tij dhe gjithçka tjetër dhe nuk pranoi asnjëherë me dhënë një version të tij, cilin unë po e kërkoja me shumë kuptimin tendencioze? Cili është arsyetimi se ne do donim të bënim diçka tendencioze ndaj tij? Sipas tij i ka prishur aleancat me televizionin, domethënë gjëra të tilla, mas pari më akuzoi që mu që po ja luaj gjyqtarën, domethënë ndërkohë që unë te ke luajt gazetaren edhe ky ka prish aleancat me veten edhe me popullin e Kosovës dhe me ata që i kanë besu, nuk ka këtë të bëj kur gjë televizioni. Domethënë ky e elaboron gjithçka deri në atë pikë. Nuk ja vlen as të merrem me akuzat e tilla se zakonisht kështu bëjnë. Nuk është i pari e as do tjetë. Jem të folë për një person i cili e ka një çrregullim deluzional. Pra, jo besoni se ka çrregullime deluzive? Ky vetë? Jam i sigurt. Fikse dhe sot tha prap e shëroj, edhe një herë pyeta, e shëron autizmin? Tha po, e shëroj. Pra është i bindur në atë që ka bërë deri tash, nuk është zbrapsur. Edhe nuk bindet se nuk është ashtu. Çfarë do të bëj shteti në këtë rast, doktor? A do ta bind këtë apo do ta ndaloj? Është problemi. A nuk kemi institucione apo nuk po funksionojnë? Për një vjetë e tepër, të ne është mësëm kuptimin e plot fjallës një anarki. Për e shini, po shtohet dhuna, qoftë në familje, qoftë në rrugë, qoftë vrasjet, qoftë plaçkitjet, sikur se mos me pas institucione funksionale në këtë shtetë. Edhe tash po shtohet pyetja, a si kemë vërtet, apo janë deri në atë mos jo funksionale. Dhe çka është e keqja? Kjo gjendje po shkon tu përkeqësu. Nuk ka shenja se do të ndalet dikun edhe do të fillon një funksionalizim i tyre, por gjendje është gjithmonë tu përkeqësu edhe ma tepër, edhe po presë edhe shumë sa në tjera. E tjetra, po shqie se s'ka kontrol qoftë në farmacit për njerëzit, por edhe këtu veterinare në kuptimin se s'ka shite. Që ka edhe anën e mirë edhe anën e keqe është që duhet diçka më bësh shumë e madhe mediatike për me reagu institucione siç ka qenë mbrëm pas emisionit që ka reagu Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që ky ka
ko shumë gjatë që këtë këto i pësën në Facebook dhe e ka dhe numrin, do më thonë, të hapun, dhe gjithë shka tjetër, kjo asë një moment nuk e fshef, që beson, dhe njerëzit i besojnë që po është rënë autizm, në ndërkohë që duhet një buj ka që madhe, që institucionet me bu punën e tyre cilën i shdash me bu shumë aherët. Pra, do të mund të shqenin vetë këto postimet të tij, si që ka bërë njëti tradicionalisht që ka dalë kundër, apo ka bërë kaftuar njerëzit të mos vaksinohen, që në bindjen time është një bigjërave që nuk duhet bërë, është strategji kombëtare që ti duhet ftosh njerëzit të vaksinohen e jo ta bësh të kundërtën në fakt. Tardana edhe njerë po dua të kthejmë tek në fakt te farmacit veterinare, si shkon, sepse ti më tha se duhet zakonisht një rekomandim i veterinarët për të marrë këto barna. Shiten vetëm tek veterinarët. Kështu që qasja ati tek këto barna është e dyshimt dhe kjo duhet më lumtu se ka karakë në ato barna dhe në këtë sasi ka të madhe se nuk është pyetje ka mund të ketë bashkëpunuar me një farmacit veterinar, në këtë rast do duhet të ishte ky kjo duhet të lumtohet, domethënë kjo është një prej veprave penale, të cilat janë bërë. Pra, kjo s'ka pas të drejtë as ti posedoj barnat. Nuk ka drejtë ti posedoj, ai mu merr recept të veterinerit, ndoshta mundet me shku mi ble për përdorim nëse ka kafsh. Po jo në atë sasi aq madhe pa ditë se ku e kanë destinimin ato barna, po mas shumë të përdoren edhe në klinikë. Pak herë ipen në përdur për mi përdor ai direkt. Pra, shumicën e raste vetë veterinari aplikon. Shumicën e raste të paktën në ato fazat fillestare, kur e din që një klient e ka sjell një kafshë, ka aty mas një periudhë se ato duhet përsëriten një periudhë pak më gjatë, disa mujore për mirëmbajtje, domethënë me rujt edhe problemin zoonotik, ata parazit që ai qenë mund me prek nëpër tokë. Dhe ndalemi në këtë pikë. Çka i shkaktojnë kafshës përdorimi i tyre jashtë praktikave veterinare? Mbi dozimi shkakton problematik. Dozimi në kohën e duhur edhe në dozën e duhur është profitabile për kafshën, për me rujt shëndetin publik. Po nëse nuk jepet sipas praktikave, mund ta mbys kafshën? Po mund ta mbys kafshën sepse ka toksicitet lartë. Domethënë çdo medikament e ka dozën e vet. Tek ne, te kafshët e shoqërimit kryesisht qenë dhe maca të cilë punojmë me dozë saktë për miligram për kilogram. Domethënë, asgjë nuk bëhet më shumë se sa peshën që e ka. Nuk jepet një tablet për 1 kilogram edhe për 50 kilogram. Nuk është e njëjta tablet, mirë po doza varet shumë se çaja tablet e një që e jep 50 kilogram një qenit, ato një e myt me njëherë. Dhe çështja është vdekje pruse për ato. Dhe çështja tjetër, ju thatë se ka një problem edhe me çmimin. Çmimi është shumë i lirë për emrin e ato që janë pa, sepse ato paketime duken sikur paketime që mund mi marrë në për farmaci humane, po për shkrimi i emrit është produkt veterinar dhe ivermektina që është kërku kohën e Covidit ka qenë e humbur në treg, nuk ka pas, ka qenë shumë vështirë me ranë ta. Nuk besoj që gjitha farmacit e kanë ivermektinën se s'është produkt që shumë letë institucioni shëndetësor e jep ata. Është produkt i lirë, nuk është produkt i shtrajt. Nuk është i sigurt për përdorim? Po. Për atë nuk mundet me japë se cili doktor një ivermektinë se e din pasojnë e ti. Pra edhe doktorat hezitojnë me jep atë barë? Besoj që nuk është produkt që jipet bashkallaj si një paracetamol ose një. Po ne kemi qenë edhe në përbanatore, pa tjetër me mënyrë që ne e zhvillojnë volumtimin me kamera të fsheta që veç me i pyet qoftë për çmime, qoftë për diçka tjetër, po mirë po në barnatorët këhynëm nuk ishin asë dijeni se çka janë, fillon ja 5 minuta duke kontrolluar për listat e barnatorës, domethënë nuk ishin të njohur për shkak se siç e thash shiten shumë rrallë, për shkak se ka gjetur bari, është një pyetje që duhet lind këtu. Po barnatorët veterinare do ta dinin besoj. Barnatorët veterinare patjetër se është produkt çdo ditor që përdoret te shumica kafshës, sepse ajo përveç që mbron kafshët, edhe ato prodhuese për me rujt rentabilitetin, edhe këtu në shtëpi e ruajnë shëndetin publik sepse për këtyre parazitëve kemi probleme zoonotike ku për këtyre parazitëve përcjellen sëmundje tek njerëz dhe për me ruajt shëndetin publik trajtohen qenë për shëndetin e tyre duke ruajtur edhe shëndetin e pronarëve për natyrisht, sidomos tek kafshët që nuk janë të targetuar për njerëz, domethënë edhe në çdo paketim shkruhet që është produkt për kafshë. Dhe nuk ka asnjë produkt që shkruan për kafshë dhe për njerëz që kemi në depot farmaceutike që përdorim të dytë. Asnjë produkt nuk ekziston që mund përdoret. Asnjë, sepse ato provohen
në varësisht për i produkti, provojnë në 1000 kafshë ose në 1000 njerëz për me dalë të shënuara që janë të sigurta. Dhe më thonë, me gjitha përqindjen e pasojeve, se s'ka produkt pa 1% të pasojës, po që e mira e mund të keqen edhe del në treg se ka profitabilitet më të madh. Sa ka qenë numri i fëmijëve që janë nështruar nga hulumtimi juaj dhe natyrisht u shfrytëzoj rastin në këtë komunikim live shikuesit kushdo që ka qenë pra prej e kësaj skeme mashtrimi realitet mund ta quajmë deri në këtë moment, natyrisht një gjë të tillë në fund të fundit do ta vërtetoj edhe gjykata, por megjithatë kushdo që ka pasur një përvojë të tillë, jeni të hapur të na drejtoheni qoftë në llogaritë tona personale në Instagram, në telefonin e Klan Kosovës, por megjithatë tek autorja e këtij hulumtimi Fiorentina që natyrisht e njëjta gjendet në rrjetet sociale. A ke arritur të kuptosh pak a shumë sa ka qenë numri i prindve që i kanë qenë fëmijët këtu që janë nështruar një ne kemi pas shumë pyetje për Arjanitin. Unë personalisht kam pas shumë nevojë me ulë dhe me bisedu me të krejt këto akuza dhe gjithçka tjetër, mirë po një gjatë të tillë na ka pamundësuar për arsyet e tij. Ai ka zgjedhur me dalë dhe me fol për mediat e tjera, të cilat ndoshta e kanë rrej pa krahun, edhe një gjatë të tillë e ka bëu. Mirë po sa i përket informatave që kemi për hulumtimeve dhe bisedave me prindërit, cilat kanë rënë prej ose kanë qenë gati dhe kanë dashur me vëdësu të tjerët, thuhet që diku rreth 70 fëmijë kanë qenë duke u trajtuar me protokollin e tij. Po me një protokoll të pasigurt, pa kur farvulësh, thjesht një fletë e bardhë me disa shkronja të zeza, siç e pam edhe në fotografi. Domethënë nuk ka kur farvule, kur far siguri edhe asgjë tjetër. Po s'ka as certifikim për një gjë të tillë. Sa ja vlen me punu për 1200 euro kur ai merr 280.000. Sa ja vlen me qenë mjek. Po dhe fitimi është shumë i madh. Me 4. Po. Rreth 300.000. Megjithatë, le ta shohim bashkë reagimin e Slamnikut, pra sipas Fiorentinës ka qenë në mëngjes sot Xhelani njëjti vazhdon punën i buzëqeshur, nuk është ndërprer puna e tij nga institucionet që është kjo është në fakt pika. To merre çto, jepja çto, bonja çto, çirkaç. A ke pas? Okej. Mandime, sugjerime, bleje çto, merre çto, jepja çto, bonja çto, çirkaç. A ke pas në ftesë për policisë, diçka apo për prokurorisë? Ja, dje jem gry krejta. Non, a dy, cilat kanë dyshu në protokollin tem. No, pa e provu të fëmijët e vetë, kanë dyshu në protokoll. A jene i licencuar për ordinatës? Me dhonë menime mu licencua. Zyre konsulentave është e jemja që i boj aktivitetet e mija angazhimet. Unë jam televizione, që aty i boj analizat e mija, politike, geopolitike, ekonomike, krejta. Tash, po më thiri njerëzit edhe për aspekte shëndetësore, për ja jap menim. Tash edhe për që ata mu licencu për menim me dhona. Jap more rekomandime, sugjerime, bleje qëto, mere qëto, jepja qëto, bonja qëto, qërkaq. E që keni raportim, do më për një lash është i kafshve? Bendazol. Bendazol antiparazitik. Qëto une që javë sugjeroj. I njëti protokoll, i njëti bari, përdoret edhe kundër kancerit. Dhe pikrisht një barë që përdoret edhe kundër kancerit, edhe sikur mos ishte për kafsh, a duhet përdorur doktor në të rast për fëmijët? Dhe mendime mbi gjitha. Ky është krim. Ky është thjesht një krim. Edhe po i lus mediat më zbin pre prononcimeve personave që kam probleme me deluzione. Thënë mendimet politike dhe geopolitike, a i barazoj me shëndetin e fëmijëve. Pikërisht të desha dalë. Pra, fakti se si arsyeton vetën, kjo ju duket deluziv, profesor. është e qartë kjo. Mirë po, mu po më habit ajo mediat me sa nxetim shkojnë pa provu me e kuptu se prej kujt janë këshillat. Unë ju thash, një ditë përpara e ndëgjova se autizmi shkaktohet prej mikrobeve edhe jep terapi antimikrobike për me trajtu autizmin, del të vitamina D edhe çrregullime që i jep, gjysh jem ka vdek 86 vjeçar kur nuk e ka bo vitaminën D. Kur se ka bë? A ka hongër peshë një herë në mujt, apo ndoshta një herë ose dy herë gjatë vitit, edhe e ka mbri moshën
86 vjeqare. Organizmi e ka të aftësi me u adaptu edhe me i kriju, me i përmbush nevojat e veta. Mirë, po tash e kryen dikush një kurs për të marim për dietetik, apo për... Pas kemi nevojë të marrim vitamin D? Suplement? Po jo deri në këtë masë është bo vitamina D. Tash po fajsot edhe për autizëm. Por çështja e dameve, a janë këto pasoja irreversibile në shëndetin e një fëmiju, i cili është... Ilaçet cilat përdoren për kafsh, pikërisht, edhe cilat për vetë kafsht dozohen në miligram për kilogram pesh, Jo paushall. po i jipën fëmijëve, tash varet cila mosh e fëmijëve kanë qenë aty, aje ka të njëjtin protokoll si për një fëmijë, Doza njëjtë, supozoj, gjithë shka. si për një fëmijë 3 muaj, 6 muaj, për diagnostikim, për përcaktim të autizmit. Nuk bëhet me një test, nuk bëhet për një ditë, po përcjellet në vazhdimësia i fëmijë, edhe me u pa ai spektër cëllit grupi i takon. Edhe çka mund me jo me u trajtu me... E qartë. Faleminderit shumë, doktor, që ishit sot në Kosova Today për dhënë në fakt një perspektivë shumë kredibile, profesioniste në këtë lajm që na ka troditur gjithve. Kënaqësi t'ju kishim gjithmonë. Faleminderit. Dardan, faleminderit shumë që ishte sot këtu. Faleminderit shumë. Harrova me cek që edhe oda veterinare ka dalë me një njoftim që barnat e karve nuk përdoren për njerëz, kështu që është një zoj përbashkët i gjithë grupit veterinar që mos përdoren kafsht dhe barnat e karve tek njerëz asnjësi, në asnjë mënyrë. Faleminderit shumë Fiorentina, suksese me ulëmtimin pra sonte me fillim nga ora 19:00 shihni edhe pjesën e dytë të këtij ulëmtimi. Kronik kemi një lidhje live tani, do lidhemi me kolegun gazetar, Miftarin për vetëm pas siglës.